Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Do bëjmë leximin e javës për ju dhe do fillojmë me mesazhet dhe këshillat që ju presin për të mbijetuar apo vepruar këtë javë. Të dashur deshër, koha për të bërë, jo për të menduar më gjatë, si titull i leximit. Jeni në një udhkryq nga që dy të zjarit I kam këtu, ku më shumë nuk mund të rish duke analizuar se prit një shenjë më të qartë. Dy të zjarit atë japin, vendimi duhet marrë, ju e dini në fakt çfarë dëshironi tani është çështje guximi, jo sqarimi. Vajza e zjarit kujton diku se brenda teje ka ende një dritë që digjet, por që po shuhet nga rutina ose pritjet e të tjerëve. E ke lënë veten për më vonë. Ky është momenti ku për të riforcuar pasionin, për të bërë diçka që të ndezë, jo vetëm gjërat që duhet ta bëj sikur një detyrim. Pastaj 7 ajri të dashur tregon përplas në fakt të përplas me realitetin, je duke mashtruar veten, nuk është më koha për të menduar, ndoshta nesër, ndoshta më vonë, ndoshta kur të bëhet vi situata, ose për të mbuluar lodhjen e shpirtit me zhurmën e mendjes. Kjo është energjia e dorëzimit dhe ti nuk je ndërtuar për të dorëzuar, të dashur deshër, absolutisht duhet I kthesh syt nga realiteti dhe të bësh ndryshimin që ke shmangur. Spirit guide, që është gjykimi, në fakt ti ke ardhur deri këtu jo për të mbijetuar, këtë duhet asnjëherë mos të harroni, por për të jetuar me kuptim të plot. Ky është momenti që të kujtohesh pse je këtu. Nuk je vetëm punë, detyra apo performancë, ti ke një drejtim më të lartë. Pra nuk do ta zbulosh por nuk veprove. Kërko udhëzime por mos harro. Përgjigjja është gjithmonë veprim. Nuk është që unë po ju bëj leximin këtu dhe të presim të ndodhin edhe të ndryshojnë gjërat. Është veprimi juaj, të dashur deshër. Perandori në anën tjetër kërkon që të marrësh kontrollin, absolutisht kontrollin, pra veprimet mbi kohën tënde, energjinë tënde dhe vendimet e tua. Ka ardhur koha për të strukturuar ditën tënde, orare, qëllime, kufi dhe aksione të qarta. Mos lërë të dashur deshër që të tjerë të vendosin për ty, I udhëheqës I jetës tënde, çfarëdo që të jetë situata jote, qoftë në punë, qoftë në dashuri, qoftë në familje, në biznes, çfarëdo që të jetë, absolutisht I udhëheqës I jetës tënde. Dhe me pas, nëna e zjarit, ti mund të ndezë çdo gjë me prezencën tënde, por vetëm kur beson vërtet në vlerën tënde. Kujdesu për veten, rregullo hapësirën tënde, bëj gjëra që të ushqejnë, që të mbajnë, të bëjnë të ndihesh mirë, sepse vetëm një dash që ndihet mirë me veten mund të jap atë që është thirrur të jap. Si përfundim apo si detyrë për ju të dashur deshër, është të vendosësh një zgjidhje që po të shtyn prej kohësh, nuk ka më ndoshta, ka po ose jo. Nise një veprim që e di që do të ndez, diçka e vogël, por konkrete, nuk është patjetër të jetë e madhe, diçka e vogël. Shiko drejt në sy diçka që po shmang, tash e cako, të vërtetën që nuk do ta pranosh, por që e ndihen. Ndërton një strukturë ditore që të mban të përqendruar. Pa disiplinë, zjarri yt shpërhapet. Fillo të ndërtosh marrëdhënie dhe ambiente që të ushqejnë, jo që të konsumojnë. Dhe nga gjithë leximi juaj, të ndjesh që e gati nuk është kusht. Guximi lind në momentin që vepron, pa garanci. Kjo është ai guxim pra. Ky është momenti kur ti s'mund të shtysh më tutje, e më vonë, e pastaj. Por të veprosh, sepse nuk vepron tani për veten. Nëse nuk vepron tani për veten, rrezikon të bëhesh verzion që nuk e do. Ai që kujton gjithë jetën çfarë mund të kishte bërë. Më mirë është të gabosh, të dështosh, sesa të pendohesh. Këtë mbajeni mend të dashur deshër.